Koha kaloi shpejt dhe tashmë hymë në etapën përmbyllëse të shkollës verore. Javën e fundit e nisëm me një temë përmes së cilës nxënësit mësuan më shumë rreth jetës dhe traditës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke mësuar për ushqimet që ai pëlqente. Aisha radiallahu anha thotë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i donte ëmbëlsirat e mjaltit. Aisha radiallahu anha tregon, ne, familja të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam rrinim një muaj pandesë zjarr, jetonim nga hurmat dhe uji. Përveç mjaltit dhe hurmave, ndër ushqimet e pëlqyera nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishin edhe kungulli dhe vaji i ullirit. Një robaqepës ftoi të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam për një ushqim që e pat përgatitur. Enesi tha, shkova me të dërguarin të Allahut për atë ushqim. I ofroi të dërguarit të Allahut gjell kungulli dhe buk elbi me mish të thatë. E pash të dërguarin të Allahut si i zgjidhte kungujt nga ena dhe pastaj fillova dhe unë t'i duaj kungujt. Mësimi u shoqërua edhe me një përvojë praktike, ku nxënësët provuan bukën e elbit, vajin e ullirit dhe mjaltin, duke bërë temën më konkrete dhe më të kuptueshme. Kush merr abdes mirë, e në nisë të shkoj dalë në xhami. Është një soj, sikurse për çdo hap të atina i fshihet një mëkat dhe i ngritet një gratë e atina në xhenet. Fëmijët e duan argëtimin. Prandaj, mësimi bëhet më i dashur kur ndërthuret me qaste çlodhjeje dhe kënaqësie. Një ekuilibër i tillë i motivon ata të marrin pjesë me dëshirë dhe ta përjetojnë dijen në një atmosferë pozitive. Shëtitja e radhës na çoi në kopshtin zoologjik. Një vizitë që fëmijët e pritën me shumë kurreshtje dhe entuziazëm. Ata patën mundësi të shihnin nga afër kafshët e ndryshme, të vëzhgonin veçoritë e tyre dhe të mësonin më shumë rreth botës shtatëzore. Nga kafshët më të vogla deri te ato më të fuqishme, secila prej tyre dëshmon larmin dhe përsosmërinë e krijimit të Allahut. Kjo shëtitje ishte një mundësi për argëtim, njohuri të reja dhe reflektim mbi krijesat e mrekullueshme që Allahu ka vendosur rreth nesh. E ndërtuar në vitin 1492 nga Mustafa Pasha, kjo xhami ngrihet pranë kalasë së Shkupit mbi Qarshinë e vjetër. Kupola madhështore, minarja e lartë dhe mbishkrimet kaligrafike dëshmojnë për mjeshtrinë arkitekturore të asaj periudhe.
Prej më shumë se 5 shekujsh, ajo vazhdon të jetë një hapësirë adhurimi dhe një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë historike të Shkupit. E këtu kur kanë kalu musliman, ato dhe më thënë tregtarët, udhëtarët, ushtrit muslimanet, tu janë dalë dhe e kanë falë namazin, kjo të regon kiblen, ka qabja. Dhe më thënë drejtim qabet. Pas përfundimit të shëtitjes, nxënësit u kthyen në klasë, ndërsa po afrohej edhe ceremonia e ndarjes së mënjohjeve. Para këtij momenti, ata kishin përgatitur letra ku kishin shënuar përshtypjet dhe kujtimet e tyre nga Shkolla Verore. Fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, me mirësinë e të cilit përfundoi edhe një aktivitet i hajrit me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu. Me të vërtet është një aktivitet që ndërlidhet me urdhrat e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Allahu xhalla xhelaluhu: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruani veten tuaj dhe familjet tuaja prej zjarrit. Ali radiallahu anh e komenton këtë ajet, thot: si ti ruajmë ne besimtarët veten tonë dhe familjet tona nga zjarri, nga dënimi, duke u mësuar fen e Allahut, duke i edukuar fëmijët tanë. Të ulur pranë njëri tjetrit, nxënësit dëgjonin fjalët e hoxhës dhe pristin momentin kur do të merrnin mirënjohjet e tyre. Një kujtim nga pjesëmarrja në shkollën verore. Umejd Recep. Lar Ali. Dhe kështu, nxënësit vazhduan të dinin njëri pas tjetrit, ndërsa secili priste me emocion të dëgjonte emrin e tij dhe të merrte mirënjohjen për pjesëmarrjen në shkollën verore. Në përfundim, u drejtuam nxënësve një pyetje të thjeshtë. Çfarë ju pëlqeu më shumë nga shkolla verore? Unë në shkollën verore kam pat një eksperiencë shumë të mirë. Kam pas shokë, shumë hoxhallar të mirë, edhe mua më ka pëlqyer historia e Kusit, çka kena mësuar për territorat të tonë, edhe më ka pëlqyer vërtetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty kanë treguar për pejgamberin tonë se si ka jetuar edhe më në fund kanë treguar se si ka mbruar jetën. Mua në shkollën verore më ka pëlqyer kur kemi shkuar në shëtetin e Kafshën, sot që kemi parë kafshë. Përgjigjet e tyre ishin të ndryshme dhe të sinqerta. Secili veçoi atë që kishte lënë përshtypjen më të madhe gjatë këtyre 4 javëve. Mu më ka pëlqyer zikri mëngjesit, çfarë kemi mësuar Kur'an, sure të shkurtra të gjata, kemi mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kena bërë rekreacionin, edhe kur kena bërë zikrin e mëngjesit. Më kam pëlqyer kur kena shëtitur zikri mëngjesit. Mua më shumë më ka pëlqyer ora e hadithit, sepse ne kemi mësuar pejgamberit alaihi salam pamjeti si ishte, si buzëqeshte, si hante, dhe si ishte ai, si dukshte të tjera. Kështu përfundoi rrugtimi ynë 4 javor, një periudhë mbushur me njohuri, përvoja dhe kujtime të reja.
Falenderojmë nxënësit për pjesëmarrjen, mësuesit për përkushtimin dhe prindrit për besimin e treguar. Lusim Allahun që çdo gjë e mësuar të mbetet e dobishme dhe të reflektohet në jetën e fëmijëve tanë.